Opozita shqiptare ka reaguar për projektligjin për përfaqësim të drejtë të përpiluar nga qeveria aktuale. BDI shprehet se ky propozim ligj synon të zëvendësojë mjetin ligjor balancues me një strukturë të paqartë, jo produktive dhe politikisht shterpe, siç është trupi koordinues. Kjo është një përpjekje për të zhbërë një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohurit, përfaqësimin e drejtë dhe të barabartë të bashkësive etnike, thuhet në reagimin e integristëve, njëjtë si edhe në atë të Frontit Evropian. Për shqiptarët ky ligj është zero dhe nuk do të ndalemi deri në rikthimin e balancuesit si mekanizëm i vetëm ligjërisht detyrues për të garantuar barazinë administrat. Zëvendësimi i kalkulatorit të saktë dhe transparent me raporte vjetore dhe trupa koordinuese që nuk kanë asnjë fuqi për të detyruar institucionet të respektojnë përfaqësimin, është në vetvete një akt politik që prodhon padrejtësi dhe dominim etnik institucional. Me kundërshtim ndaj propozimit ligji doli edhe Alanca për shqiptarët e Taravarit, duke shkruar se në formën aktuale ligji përbën një regres të rrezikshëm në drejtim të përfaqësimit real të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Për këtë radhisin 5 pika. Mungesë e garancisë për përkatësinë etnike, mungesë e mekanizmave detyrues për përfaqësim të barabartë, mungesë e sanksioneve për mos respektim të ligjit, trupi koordinues, një organ formal pa fuqi reale, asnjë zgjidhje për zëvendësimin e sistemit ekzistues të balancuesit. ASH Taravari kërkon tërheqjen e menjëhershme të propozimligjit dhe nisjen e një procesi të ri dhe transparent ku përfaqësuesit shqiptar do të kenë rol thelbësor në hartim. Nga ana tjetër, BDI-u bëri thirrje të gjithë deputetëve nga radhat e bashkësive etnike që të mos bëhen pjesë e këtij legalizimi të diskriminimit.